Në reagimin e tij më të fundit, Endrit Brahim Dhari u shpej vendosur që të kundërshtoj fuqishëm akuzat e Ilir Metës, i cili nga paraburgimi e fajson për firmosjen e kontratës së lobimit për periudhën 2018-2019, duke pretenduar se ky ishte shkaku i vuajtjes së tij në burg. Brahim Dhari e cilësoi sulmin e Metës si një tentativë për të hequr vëmendjen nga problemet reale me drejtësinë që Meta po përballet dhe si për një përpjekje të qartë për të intimiduar dhe dëmtuar imazhin publik të tij. Përpjekje e qartë për të intimiduar dhe për të goditur imazhin tim publik, nxjerrje e materialeve hetimore nga dosja i shërben tërheqjes së vëmendjes nga problemi i tij i vërtet me drejtësinë. Ai theksoi se nuk ka firmosur asnjë kontratë lobimi dhe se pagesat që janë referuar janë kryer në mënyrë ligjore me transaksione bankare të deklaruara dhe audituara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Endrit Brahim Dhari nuk ka firmosur asnjë kontratë lobimi. Fatura që i referohet është një procedurë e lishme e paguar në bankë, deklaruar në KQZ dhe e audituar nga KQZ. Ai di shumë mirë që po hetohet për mosdeklarim. Duhet ta di qartë se nuk përbën shkelje të ligjit kur deklaron shpenzimet dhe burimet e tyre të lishme. Në dijenin time, partia ku unë aderoja më parë ka pasur lobime vetëm në kohën kur zoti Meta ka qenë kryetar partie. Ky reagim vjen në një kohë kur hetimet për çështjen e lobimit të ish-LSI-s vijojnë, ndërsa debatet politike për këtë çështje kanë shkaktuar përplasje të forta në skenën politike shqiptare.